أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فلندرojmë Allahun te barek ve teala, dërgojmë salate dhe selam në pejgamberin tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun te barek ve teala që dhe ky takim I radhës të jetë prej veprave tona të mira, të sinqerta tek Allahu te barek ve teala. Kapitulli I 13 më radh nga libri shumë I dobishëm I Imam Nawawiut rahimahullah Riyadus Salihin, flet për lloj-llojshmërinë dhe mundësitë e shumë rrugëve drejt bamirësisë. Sikur autori e ka zakon në fillim të çdo kapitulli përmend disa ajete, pastaj hadithet të cilat I ka parashikuar në kapitullin përkatës. Në këtë kapitull janë gjithsej 24 hadithe. I ka përmend Imamun Nawawi rahimahullah 4 ajete, të cilat nënkuptojnë lloj-llojshmërinë dhe mundësitë e shumë rrugëve drejt bamirësisë. Fillimisht ajeti 215 Bakara, thot Allahu te baraka ve teala: "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Çfarë do të mire që ju bëni, Allahu e din atë. Pastaj ajetin e njohur për gjithë ju, në Zelzele, ajeti 7, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Kush për juve bën një vepër të mirë, nëse ajo vepër e mirë është e vogël, edhe sa një grimc, atë do ta gjen tek Allahu te baraka ve taala. Pastaj e përmend ajetin 15 Al-Jathia: "Man 'amila salihan fali nafsihi." Kush bën mirë e ka për veten e tij. Këto janë ajetet të cilat Imamu Nawawi rahimahullah I ka sjell këtu dhe I ka përmend si argumente dhe dëshmi të cilat Allahu te baraka ve taala, Allahu shpërbleft, na thret, na inkurajon, na nxit që të bëjmë vepra të mira dhe mundësitë e mirësive, punëve të mira, fisnike, janë të shumta. Tham, autori ka përmend disa hadithe, 24 në këtë kapitull. Hadithi I parë është hadithi e Abu Dharrit radhiyallahu anhu. Thot, I kam thënë pejgamberit alayhis salam: "Ayul a'mali afdal." Cila prej veprave është më e mira tek Allahu te baraka ve taala. Pejgamberi alayhis salam I ka thënë: "Al-imanu billahi wal jihadu fi sabili." Besimi I drejt në Allahun një, imani, dhe gjihadin rrugën e tij. Pastaj I thot Abu Dharri: "Ayu riqabi afdal." Cili prej robërve, prej skleverve ta lirojmë, t'ja falim lirin, ta shlirojmë nga robëria, është më I miri. Qala anfasuha inda ahliha wa aktharuha thamana. Tha, sklavi apo robi më I mirë, ai I cili dëshiron me ble lirin e tij, me shtiru nga slavëria, është ai që tek zotnia I tij e ka çmimin më të madhin, e ka vlerën më të madhen. Pastaj I thash: "E nëse ja Rasul Allah nuk kam mundësi asë njerën për këtyre me bë, a ka mundësi tjetër, a ka alternativë?" Do thonë, jemi duke folur për kapitullin e llojeve të shumta, rrugëve të ndryshme drejt bamirësisë. Ja Rasul Allah, nëse unë nuk kam mundësi, a kam rrugë tjetër, a kam alternativë? I thot pejgamberi alayhis salam: "Tu'inu sani'an." I tha pejgamberi alayhis salam: "Po, atëherë ndihmoje një zanatli
një ustah, një njeri, një mjeshtër që po e kryen një punë, që po e bën një marifet, ose mësoje tjetrin një zanat, mësoje tjetrin një marifet, mësoje tjetrit një punë të hajrit. Atëherë i tha, ja Rasulallah, çka thuti nëse une nuk kam fuqi ose mundësi potencial me bo asnjën prej këtyre punëve që ti i solle si alternativ? Atëherë a mbetet ndonjë mundësi tjetër? A shumë e bukur, shëqeni që ka thënë pejgamberi sa. Po s'mundesh, nëse mundesh bën kështu, nëse bën. Po s'buj asnjërin. Atëherë pejgamberi sa mi tha, takuffu sharraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Tha atëherë ruju e mos ju bë keq tjerëve. Le të jenë njerëzit të mbrojtën prej sherrit tënd. Dije se kjo sadaka për ty. Do thonë, nëse nuk mundesh me bë mirë, atëherë spaku kurse njerëzit prej sherrit tënd, mos ju bë keq, mos e ndihmo të keqen në asnjë formë direkt apo indirekt me i godit njerëzit. Edhe kjo është një mirësi, edhe kjo është një vepër e mirë që Allahu te barekuhu teala të shpërblen. Do thonë hadithi, sikur nuk ka ndonjë nevojë të madhe me jep ndonjë sqarim, pejgamberi alayhis salam sjell një muri alternativash për bamirësi dhe punë të hajrit. Vazhdon prapë nga Ebu Dharri radhiyallahu anhu, hadithi i radhës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: çdo mëngjes për çdo nyje të trupit që ne kemi ka sadaka. فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. E pastaj thot pejgamberi alayhis salam, çdo tasbih, me thon subhanallah, me lavdru dhe me madhru Allahun është sadaka, me falendru Allahun me thon alhamdulillah është sadaka, me thon la ilaha illa Allah është sadaka, me thon Allahu akbar është sadaka, me urdhëru në punë të mirë është sadaka, me ndalu nga një e keqe është sadaka. Thot si dhe krejt këto i zavendësojnë 2 rekate namaz nafile në mëngjes. Për cilin namaz është fjala? Allah është përlet, namazin e duhas. Madje Ebu Dharri, hadith është i vërtet transmeton Imam Muslimi, Ebu Dharri e dini kur jemi tek namazi i duhas, thot më ka porosit pejgamberi alayhis salam me 3 gjëra. Nga ai moment që pejgamberi më ka porosit me këto 3 gjëra, nga ai moment unë deri jom betu, jom zëtu, aq i vendosëm deri sa të takoj Allahun, mos më lën asnjërin prej këtyre 3 porosive. Njëra prej atyre 3 porosive ka qenë namazi i duha, ku e ka porosit pejgamberi në hadithin tjetër, këtu përmenden 2 rekate, e ka porosit namazi i duhas maksimum sa rekate i ka? 8. Minimum i ka 2. Po në atë hadithin që e ka porosit me 3 porosi, i ka thonë me i falë 8 rekate namaz të duhas. Namazi i duhas fillon, po themi 20 minuta mas i lind të dielli, e deri diku afërsisht, po themi 40 minuta para se me thirr ezani i drekës. Kjo është periudha ku mund të falet namazi i duhas. Një ibadet shumë i rëndësishëm. Hadithi e Ebu Dharrit tregon se ne për të gjitha nyjet në trupin ton duhet të japim sadaka çdo ditë. Në trupin e njeriut, sikur ka në hadithin tjetër, janë 360 nyje. Dhe tash unë kur po flas, vetëm Allahu e din sa nyje dhe muskuj vjen në funksion për të folë. Po kur të bëjnë ndonjë lëvizje, ndonjë shenjë me dorë, sa muskuj e nyje e gjërat e tjera
aktivizohen dhe janë në shërbimin ton. Dhe pejgamberi alayhis salam i ka përmend, domethënë apshe mundësit, me thonë subhanallahu alhamdulillah, po në fund ka thonë me urdhën në të mirë, me ndal nga e keqja. Nëse doni me i përmbledh të gjitha këto, 2 recate namaz duhas i përmbledhin dhe i përfshin të gjitha këto. Prapë dhe hadithi i radhës është prapë nga i transmetuar nga Ebu Dharri radhiyallahu anhu, thot, ka thonë pejgamberi alayhis salam, uridat alayya a'malu ummati, thot, një ditë Allahu te baraka wa taala mi paraqiti veprat e umetit tim, të mirët edhe të këqijat. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, fa wajadtu fi mahasini a'maliha, thot, në mesin e veprave të mira që pash, që mu paraqiten nga umeti im, në mesin aty në veprave të mira pash edhe kur një penges në rrugë largohet. O wajadtu fi masawi a'maliha, thot, sikur kur i pash në mesin e veprave të këqija të cilat u paraqiten nga veprat e umetit tim, e pash edhe pastrimin, mos mbulimin e pështymes në xhami. Keni parasysh, hadithet është vërtet transmeton Imam Muslimi. Xhamia pejgamberit sa nuk ka pas halia, nuk ka pas tepia. Dikur von do hasra, do gur, dhe pejgamberi alayhis kur ka pas që dikush ka pështy, apo si kërkon një hadith kur ka pas që dikush ka pështy në mur, pejgamberi alayhis ka thonë, thot qërë që thot, pej veprave të këqija e kam pa pështymen e cila nuk o mbulu, nuk o fshi. Do në shqeqani të vepra mire përmendi një penges. Qëfar do pengesë në rrugë? Tha pej veprave të mira është kur dikush e ka largu një penges për rrugës. Tash këto, nëse mundemi të themi kështu, janë vepra e mirë minimale. Ma e vogla vepër e mirë, apo ma e keqja vepër minimale. Mos me lon ka pështy, e mos e le pështymen pa e fshi. Me të vërtet, dhe më thonë, në këto porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka një norm edhe një kod shumë etik, shumë edukativ. Të lexu komentet që ti hadithit Ibn Uthaymeen rahimahullah, hoxha i madh Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen, çtu të ky hadith e ka përmend një çështje shumë interesante që më ka bë pak sot më ka bë me mendu dhe me analizu. Kanë thonë ulemaja, nëse rrugës rrëzohet një kafsh edhe dëmtohet, apo rrëzohet një njeri edhe dëmtohet, e thënë komën, dorën, e tash këtu mundet, nëse një njeri ka rshqit me veturë dhe ka bon ndeshje edhe o dëmtu, ulemaja, si kur e përmendim Ibn Uthaymeen, thot i takon apo obligohet me garantu, me pagu damin ai cili e ka vendos qatë penges, ose ai që o bo sebeb me orë deri të dami që njerëzit po dëmtohen. Kjo është shumë interesant, kjo me nis me pa dashtun e me ulshu në realitetin ton, po me të vërtet kjo është shumë interesante dhe është shumë e rëndësishme nëse ne mbrim shoqërinë ton me eduku. Më thonë, nëse ti e shiqon vetëm interesin ton individual dhe në mahallën ton dhe në lagjin ton dhe e shkakton një penges, e shkakton me veprimin ton një rrezik që kujshia dhe kalimtarët e rastit dëmtohen në çfarë do lloj forme. Sheriatikisht ai i dëmtuari ka hak me të lyp t'i dëmsh problem. Tash nëse po du me banalizu prap, që këtu e kemi edhe Valdrinin me faqen e tij të njohur që në vazhdimsi mundohet me urdhërun të mirë edhe me ndalu nga e keqja në kuptimin e të mirës përgjithshme. Po vjen keq, po duhet me i përmend
diçka në rrugën e spitalit, në 3 pozicione njerëzit e kanë prej midis asfaltin. Nuk e di kush e ka bëu ato dhe kërkoj mirë kuptim se nuk di kush e ka bëu. Po është rrugë spitali. Ajo nuk po rregullohet, se ku më di tash kur rregullohet asfalti. Besoni me bo me pas një vetur jo të mirë, por edhe të mirë, edhe me bo me ra pak me hez, mundet mu bo zarar i madh veturës, por mos me përmend pasoja tjera dhe më të rënda. Tash, ai që e ka hapë dhe e ka thy, e ka qelë asfaltin për nevojat e tij, po është interesi i tij personal. Rruga është interes i përgjithshëm, rruga është e krejtëve. Ti nuk ki drejt për një nevojë personale që e ke pas, me qindra dhe mija njerëz për çdo ditë udhtojnë rruga spitalit, një për rrugëve, për arterjeve të qytetit. Ata dëmtohen në çfarëdo lloj forme, ti s'ki drejt. Edhe të Allahu e ke gjuna, por edhe në kuptimin e jetës, ti ke drejt dëm shpërblim me kërku prej person. Normal, tash nuk ka me marr ligjin kërkush në dorë, keni parasysh. Por ne po flasim në aspektin e të drejtave dhe anën teorike. Pastaj për marrë deri te kjo e drejt, ka rregulla tjera. Edhe kjo është feja jonë e madhe o vëllezër. Do të shiqoni çfarë norma etike, çfarë norma të standardit shumë të lartë, që mos të shiqohet vetëm interesi individual, por gjithmonë krahas nevojave që ti ke, edhe familja jote, jo është ai interesi i përgjithshëm. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu e mallkon atë njeri i cili në vende ku ka hije naj pem, naj kërsh, shpel, thot shkon edhe me nder para juve e kryen nevojën. Thot Allahu e mallkon atë njeri. Nga se njerëzit kanë nevojë me pushu në hije, mos trehu, ti ke shku e ke fliq atë vend dhe i ke privu njerëzit prej pushimit. Dhe vëllon, nëse flitet të sot në kohën tonë moderne për për aspektin ekologjik, për kujdesin ndaj ambientit, e ku ta diune, krejt këto i kemi brenda këtyre haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam para 1450 viteve. Hadithi tjetër është prap prej Ebu Dharrit, hadithi 4, edhe këtë transmeton Imam Muslimi. Thot Ebu Dharri radiallahu anhu, disa njerëz i than pejgamberit alayhis salam, ja Rasulullah, njerëzit e pasur në kanë shumë me shpërblim. Ata po marrin shumë sevape, po kanë pasuni, po japin sadak, po japin zekat, po japin për hir të Allahut. Ne të varfër s'po kemi mundësi me qenë ngarë me ta për me shpenzu në rrugën e Allahut. Thot, ata falen, ne falemi, ata agjerojnë, ne agjerojmë, por ata me sadaka dhe me mundësit, me pasurin që e kanë, po na ikin, po marrin shpërblime, shumë tek Allahu. Atëherë pejgamberi alayhis salam po jep tash këtyre mundësit alternative, çysh keni mundësi ju me fitu sevape, ndoshta edhe atyre me u te kalu. Tha pejgamberi alayhis salam, thot, çdo njonit prej juve Allahu ja ka jap mundësin, rastin me jap sadaka. Thot, tesbihin e juj që thuni subhanallahu sadaka, tekbirin me thonë Allahu akbar sadaka, tahmidin me thonë elhamdulillah sadaka, tehlilin me thonë la ilaha illallah sadaka, me urdhëru në të mirë është sadaka, me ndalu nga e keqi është sadaka. Është interesant ashtu, që thot pejgamberi sa, wa fi bud'i ahadikum sadaka. Thot, kërkoj njës, thot, edhe kur keni marrëdhënie intime me gratë juja, edhe gjatë këtij momenti, gjatë këtij veprimi, edhe kjo konsiderohet sadaka për juve. E tani në këto momente, ata që e pyeten pejgamberin sa muhabeten, i thanë ja Rasulullah, edhe kur ndonjëri prej neve
e shfryn dhe e ngin epshin e tij, nevojat e tij seksuale, edhe atëherë ai ka shpërblim, atëherë pejgamberi alayhis salam tha, po sikur ndonjëri prej juve t'i afrojë një grus haram, a do të ketë ndale, a do të ketë gjuna dhe haram? Po, e tha, e njëjta është. Domethënë, nëse ndeshkohesh dhe merr dënimin, gjunahin këtë rast, për haramin kur i afrosh një gruaje të ndaluar zinas, atëherë momentin kur ajo ndodh mes dy bashkëshortëve halal, që kanë lidhjen halale, atëherë për ato ka shpërblim. Domethënë, shiqoni edhe në këtë hadith pejgamberi alayhis salatu wassalam i udhëzoi dhe ju japi mundësinë sahabeve që mos me vazhdu ata me qenë të dëshprum pse të pasurit po japin sadaka, po tha ka shumë mundësi tjera që ju me fitu sevap dhe me fitu shpërblim. Hadithi 123-124, dy hadith me dy rrugë të transmetimit, me dallime mes veti. Hadithin e parë transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhis salam, men ghada ila al-masjidi aw raha, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzula. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush shkon në xhami në mëngjes për namaz sabahut apo në mbrëmje, Allahu ka për t'i përgatitur në xhennet furnizim sa herë ai që të shkoj në xhami. Ky transmeton Buhariu dhe Muslimi. Transmetimi tjetër, thot pejgamberi alayhis salam, ja nisa al-muslimat, o ju gra muslimane, asnjëna prej juve mos ta nënçmoj, mos ta nënvlerësoj dhuratën e fqinjes së saj, nëse ajo të ka bo dhuratë edhe një thundër deleje, diçka të pavlerë. Domethënë, ashtu dy hadithe, hadithi parë, pejgamberi alayhis salam prap tregon nuk ke mujt me shku në xhamin sabah, shkon drek, s'ke mujt drek, shkon në kindi, s'ke mujt në kindi, shkon në akşam, s'ke mujt në akşam, shkon në yatsi. Dhe përmendet aty për inkurajim shpërblimi. Dhe hadithi tjetër që është në këtë vit të kuptimit, pejgamberi alayhis salam do thot, o gratë e muslimanëve, kur kujshis i bën dhurat, mos e nënvlerësoni dhe mos e nënçmoni asnjëherë dhuratën e kujshis, edhe nëse ajo është diçka jo shumë me vlerë në syrin tuaj. Zatën ju e dini, dhurata simbolika e dhuratës është ajo që tregon miqësi, dashuri, respekt. Nuk është esenca të vetë dhurata, por të dhurata, simbolik të dhurata, mbi ajo që ka dhurat, është se dhurata vjen si rezultat i miqësisë, dashurisë dhe respektit. Prandaj pejgamberi alayhis salam tha, mos e shiqoni sa peshon dhurata, mos e nënçmoni sa ajo ka një peshë tjetër nga kuptimi i asaj që e përmenda simbolikën e saj. Dhe hadithi i radhës prapë transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot ka thënë pejgamberi alayhis salam, imani është 70 e disa deg apo 60 e disa deg. Dy transmetimet janë të vërteta. Dega më e lartë e imanit të fjala la ilaha illallah, ndërsa dega më e ulët është me largu një pengesë, me largu një pengesë prej rrugës. Përmendem këtë më herët pengesën e rrugës, dhe për fund për sonte është hadithin të cilin transmeton gjithashtu Abu Huraira radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa një njeri ishte duke ecur dhe e kishte dërmu, e kishte dremit etja i lodhur, edhe etja e kishte bë edhe më të rond lodhjen e tij,
thot e gjen një pus, një bunar, thot dhe ulet për të pi ujë prej ati pusi, ati bunari. Thot pas pak del një qen, Allah ju nderoft, i cili ishte pothuajse në momentet e fundit të jetës ti i lodhur nga etja e madhe. Thot dhe ky njeri i japi ujë për të pi këtij qeni dhe tha edhe ky pas ka qenë i etur për ujë sikur unë më herët që isha i etur për ujë, dhe pasi i dha qenit me pi ujë, fa shakara Allahu lahu fa ghafara leh. Subhanallah, shëqeni që ka fitoj, Allahu ja fali mëkatet dhe shprehi Allahu mirënjohje për këtë njeri. Si rezultati kësaj vepre, kësaj bamirësie, një akt shumë human për balë kafshëve. I thanë sahabët, ja Rasulallah, inna lana fil behaimi ajra, tha, a edhe në raportin ton me kafsh shpërblehemi, edhe për raportin ton, për qasjen ton ndaj kafshve shpërblehemi. Pejgamberi alayhis salam tha, fi kulli kebidin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në gjithë shka që ka melqi të lagur, ka shpërblim. Do më thonë, çdo krijes që frymon në këtë formë, në momentin kur ti i qasesh me humanizëm e me bamirësi, kesh problem tek Allahu te baraka wa taala. E ky hadith, ky hadith ka një transmetim, thot, ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah, thot ka një transmetim, një lavire, Allah ju nderoft, nga lavire të Beni Israilve, e ka largu këpucën e saj, e ka mbush këpucën me ujë dhe i ka jap qenit me pi, edhe e ka fitu xhennetin. E tash ky hadith me transmetime, gjitha transmetimet, është më rëndësi me e bo dosjarime për me kuptu saktë dhe drejt. Në radhë të parë, kur një vepër bëhet sinqerisht për hir të Allahut, Allahu te baraka ve taala nuk ja lë mundin askujt pa shpërbly. Dy, veprimet e tilla nuk janë veprime standarde për çdo njeri edhe për çdo rrethon, parimisht po, por kjo tash nuk i bie që atje pas ka qenë një lavire e cila për një moment është zgjuar ndjenja e saj e humanizmit, njerëzorja e saj, dhe e ka kryer një akt human ndaj këtij qeni të etur, dhe Allahu te baraka ve taala në shpërblim e ka falë dhe e ka hap xhennetin. Kjo nuk e legjitimon dhe nuk e justifikon në asnjë rrethon, në asnjë mënyrë veprën e saj të shëmtuar që është prej mëkateve të mëdha, laviritetin. Do të thonë, por ulemaja thonë, ndoshta ky ka qenë, edhe është e mundshme, ky ka qenë moment pendimi i sinqert. Apo edhe raste tjera që ka nën hadithe tjera, sikur ai njeriu që do ta vjen hadithi besoj njëvën tjetër që i ka largu do thera pe rrugës, apo një pengesë që njerëzit kanë pas të lashe me qarkullu. Është interesante ajo pyetja sahabëve kur kanë thonë ja Rasulullah, a edhe në raportin ton human me kafsht shpërblemi? Pejgamberi alayhis salam ka thonë, e ka përmend, thot, po çdo krijesë që e ka melçin e lagur, ashtu sikur të më thonë, në përgjithësi humanizmi dhe bamirësia duhet të tregohet para çdo lloj krijese, derisa ato krijesa nëse janë pej kafshëve nuk janë të dëmshme. Thirrje, nëse dëgjohet kjo thirrje për autoritetet tona, sa i përket qenëve endacak që janë bo jashtëzakonisht shumë vendin ton, por edhe që ka rrezikshmëri, edhe ka mungesë të sigurisë publike.
s'po du me e bo fajtor asken, por kjo problem real. Gati çdo ditë në për lokacionet ndryshme të qytetit sulmohen njerëzit mbi gjitha dhe fëmijët. Jo sulmohen, por edhe kafshohen. Tash ne nuk kemi, shiqoni, problemi i qenve këto ditë ka qenë u pa të bo problem nacional në Turqi para do ditëve. Problem nacional. Këto politikat e shteteve me standard të lartë që në rregull është, por ne nuk kemi në standarde të tilla. Unë nuk po bëj thirrje tani mos me tregu humanizëm edhe mirësi, por në momentin kur kafsht janë të dëmshme, janë agresive, edhe e rrezikojnë jetën e qytetarëve, por mos mi përmend pastaj epidemit edhe smundjet të ngjitse që i bartin, atëherë shteti duhet me marr masa preventive edhe me kriju ambient sigurt në formën që ata e gjejnë për me largu këtë pengesë. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhis salam, janë shumë qend në Medinë shumë. Janë shumë qend në Medinë shumë. Edhe i kanë sëmu njerëzit. Kanë ardhur njerëzit e pejgamberit, kanë thonë ja Rasulullah, a kena leje me izolu, në kuptimin me i mbyt. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, pasi që ata janë tërbu, janë qartë, edhe tani janë të dëmshëm, po bëjnë zullum, nuk ka gjuna me izolu, në kuptimin me i privu nga jeta në mënyrë të organizume, jo me bo shkatrim, jo me abuzu, por ne po flasim kur vije në shprehje jeta e njerëzve. Tani unë nuk po baj thirrje me i vra, edhe pse unë vetë besoj që këtu shumë për juve deri para 10 viteve ose 15 viteve ka pas institucione, ka pas njerëz të autorizum që kanë qenë të autorizum për i komunës, kanë dalë, i kanë mbyt natën, me kamiona i kanë marrë dhe i kanë qenë vendet caktume. Ndërsa nesët, edhe është pamje e keqe, edhe ka mungesë sigurisë, edhe ka shumë probleme, pra nuk o kjo veç pej, kjo po më duket në këtë Kosovën është kjo problem, është një problem që na nuk pudim si me e zgjedh problemin, e problemi është me të vërtet serioz dhe është problem shumë i madh. Domethënë, Islami shpërblen të Allahu ki shpërblim në momentin kur ti e paraqet humanizmin dhe e shpreh bamirësinë dhe kujdesin para gjitha krijesave. Se dikush mund të thotë tash ti e kontradiktor, ti po thosh njerëz po thosh kështu, tash po thosh me i mbyt, i kanë mbyt. Jo. Në momentin kur ata janë të dëmshëm në çfarë do lloj forme, atëherë në mënyrë të organizuar është shteti ai i cili e zgjidh problemin, edhe nëse kërkohet më marr çaja masa që është ma e pa pëlqymja. Elusallahu te barek ve taala që të kemi dobi për kësaj çfarë e tham dhe e dëgjuam. Allahu edin më së miri, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.